Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن والبسنا بخلقة القرآن. والزوت المدريش واللوتة بقى تكسيرة الزمرة الطانة بزنيسي شبهات السود كفاميليارة دشيران شتكيا سكسس لكت بزنس فورنيزم حلال يا رب العالمين. والزوت المدريش واللوتة بقى تكسيرة الزمرة الطانة شتكيا فارسي لكت بزنس شبزون جدتي مسلواري يا رب العالمين. O Zoti i Madhrishëm, Tia i cili na pranon lutjet tona, që i drejton i madhrisë tonë, pranon nga ne që i lutem i madhrisë tonë ja Rabbil Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sukses inşallah. Me këtë dua dhe prerjen e shiritit, sot në Gostivar u shënua hapja zyrtare e qendrës së kontrollit teknik të automjeteve Zgjimi Company, një investim i rëndësishëm që synon rritjen e sigurisë në komunikacion dhe përmirësimin e standardeve të kontrollit teknik për automjetet. Qendra e kontrollit teknik Zgjimi Company është pajisur me teknologji bashkohore dhe operon me staf profesional të kualifikuar, duke ofruar shërbime cilësore të sigurta dhe në përputhje me standardet ligjore në fuqi. Kështu njofton menaxheri i shërbimit teknik të kompanisë Zgjimi Company, Refik Sejrani. Ai tha se po vinë në Gostivar me një përvojë të begat 18 vjeçare nga Tetova dhe ftoi të gjithë qytetarët që të vinë t'i shohin nga afër shërbimet që ofrojnë. Zgjimi Company sot bën hapjen solemne në Gostivar. Si kompani funksionojmë edhe në Tetovë, domethënë gati 18 vite përvojë, edhe me këtë përvojë e morëm guximin që të vim edhe në Gostivar, të ofrojmë shërbime, të ofrojmë cilësi, të ofrojmë kualitet, që nënkupton si kompani jemi të përgatitur, domethënë në maksimum, edhe jeni të mirëseardhur të gjithë qytetarët e Gostivarit të vërtetoheni me përvojën dhe cilësinë të cilën do ua ofrojmë. Ngjarja u zhvillua në praninë e përfaqësuesve të institucioneve qendrore dhe lokale, personaliteteve publike dhe atyre fetare, përfaqësuesve të biznesit dhe qytetar, të cilët e përshëndetën këtë iniciativë me rëndësi për rajonin e Gostivarit. Në mesin e tyre edhe kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, i cili theksoi se çdo investim paraqet shtytje për ekonominë lokale dhe është i mirëseardhur në Gostivar dhe jo vetëm. Po, erdhëm për të vizituar përurimin e këtij investimi të ri, një kontroll i ri teknik, i cili sipas fjalëve të pronarëve do të punësojë mbi 10 punëtorë. Është investimi mirëseardhur, çdo investim i cili bëhet në qytetin tonë, në komunën tonë, besoj që jep një shtytje ekonomisë lokale dhe hap vende të reja të punës. Ju uroj sukses dhe mbarësi në punë. Të pranishmit theksuan se investimet e këtilla përfaqësojnë bashkëpunim konkret ndërmjet sektorit privat dhe institucioneve publike, duke kontribuar drejt për drejt në zhvillimin ekonomik lokal dhe rritjen e sigurisë publike. Hapja e kësaj qendre konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt avancimit të infrastrukturës shërbyese dhe krijimit të kushteve më të mira për qytetarët. Kontrollin teknik të automjeteve Zgjimi Company e gjeni rrugës për në Debresh apo më konkretisht në afërsitë e restorantit Vitaminaga.